Në vijim të takimeve elektorale, kandidatët e Partisë Demokratike për qarkun e Korçës janë dalur në komunën Proptisht të Pogradecit. Kandidati Fatbart Kadilli tha se Partia Demokratike ka dhënë prova të pafundme për të shpërblyer besimin që i dha Proptishti, Pogradeci dhe gjithë Shqipëria 4 vjet më parë. 4 vjet më parë ju na besuat. Proptishti na besoi, Pogradeci na besoi, e gjithë Shqipëria na besoi. Dhe ne kemi dhënë prova të pafundme që jemi në qeveri, që besën e marrë nga votuesit e kemi shpërblyer me punë, e kemi shpërblyer me mirënjohje, e kemi shpërblyer me investime, me përmirësim të arsimit, me përmirësim të shëndetësisë, me infrastrukturë, kudo në Shqipëri. Ndërsa Ministri i Financave, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, Ridvan Bode, tha se me ndërtimin e rrugës Qukës-Qaftë-Ploçk, për zonën e Mokrës do të hapen mundësi të paimagjinueshme zhvillimi. $153 milion të firmosura, të votuara në parlament nga deputetët e Partisë Demokratike do të mundsojnë investimin më të madh historik, jo vetëm për Mokrën, po për të gjithë qarkun e Korçës. Ky investim ka qenë sfida e të qenit tim politikan. Ka qenë pjesë e angazhimit tim personal për ta mundsuar 1 orë e më parë. Kjo rrugë për Mokrën do të thot shpëtim, për Mokrën do të thot mundësi e paimagjinueshme, për Mokrën do të thot zhvillim. Kreu i listës së demokratëve për Korçën i ftoi të gjithë banorët të votojnë Partinë Demokratike me 23 qershor për të vijuar zhvillimin e vendit dhe për të krijuar mirëqenie për çdo shqiptar.